dy arsye të forta se Turi duhet ta luante atë rol. E para ishte që ky film ka ardhur si një vegim. Domethënë duket i ka ardhur si nga lart Turit, sepse ne kemi nisë disa projekte bashk, ndonjë edhe nuk është bërë, por unë dallova që ditën e parë që tha, Edi ka menduar të bëjmë një film të tillë dhe mezi priste që të ma tregonte. Aty pash që Turi e kishte film në kokë. Thjesht tani duhej koha, njerëzit, më mirë se sa Turi do të interpretonte njëri atë rol. Dhe dyta, personazhe shumë afër Turit si profesionist. Po, e nje atë gati 20 vite si moderator, pas kamerave. nuk ka gjë më të mirë sa njëri të luaj vetveten ose stereotipe që i ka shumë afër rreth vetes. Po, si ama që ligë. Po pra, asë edhe unë doja të korrigjoja se u tingëlloj ndryshe. Se Turi nuk e kemi antagonist te, sigurisht, por duhet e njihte mirë atë pjesën. Nëse, nuk... Ca gjëra dhe nuk thuan. Po prita një ditë, po edhe fakti ti, okej, Turi shumë mirë aty, po më duket se edhe ti kishe pasur një dëshirë të heshtur për të dalë aty, se to cameot e tua, gjithmonë nuk mungojnë asnjëherë. Edhe te produksioni jon ka pas një cameo. Le një gjurmë aty. Po. Jo, e bukur është që kisha në dorë ta shkruaja personazhin, mund ta zhvilloja skenën çik më gjatë sepse thash po i bie shkurt, çik dembel nga natyra, thash po bëj vetëm një xhirimi. Unë era shkurt, xhiruam më shkurt dhe aty dola vetëm si foto pasaporte.